Falenderimet, lavdimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Krijuesit e gjithësisë, paqja, mëshira e Madhit Zot, qoftë mbi të dërgumin e Tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, mbi të gjithë ata besimtarë që do ta ndjekin e do ta pasojnë atë deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm besimtarë, duke qenë se jemi në prag të festes së madhe të Kurban Bayramit, duhet të njoftoj me disa njoftime paraprake që ndërlidhen me këtë festë dhe me aktivitetet e tjera gjatë kësaj kohe. Ju njoftoj se dita e Arafatit është të martën, pra me 26 maj 2026, për gjithë ata që agjerojnë, imsaku është në 2:45, ndërsa akshami është, apo iftari në 20:19. Po kështu ju njoftoj se tekbiret e të shrikut fillojnë nga kjo ditë, pra në sabah e deri në ditën e 4, pra në ikindi. Njoftoj gjithashtu se dita e parë e Kurban Bayramit, apo Bayramit vogël, siç e themi në traditën tonë, është të mërkurën, pra një ditë më pas, me datën 27 maj 2026. Ezani I sabahit në të gjitha xhamit do të këndohet në 4:15 të sabahit, ndërsa farzi I sabahit do të falet në 4:45 në të gjitha xhamit. Kurse namazi I Bayramit do të falet në 5:46, pra 5:46. Njoftoj përsëri me njoftime tjera në lidhje me lëkurat e kurbaneve. Siç e dini, pra lëkurat e kurbaneve ne nuk kemi se ku t'i çojmë, andaj ne po bëjmë një shërbim qytetit edhe juve dhe gjithëve. Në bashkëpunim me drejtorinë pra e komunales për pastrim, jemi marrë vesh që të kena 2 pika në qytet, pra një të ish agropogoni ku do t'i leni mund t'i vendosni lëkurat tuja të kurbanit, edhe tjetra përballë kipsit tek vendi I deponimit të materialeve inerte, pra që është në dalje të ulçinit. Kurse për anë të malit, tek ish fabrika e tapetave, të piheve në Katërkoll. Pra aty mund t'i vendosni. Po kështu, njoftim rreth kurbanit, e dini edhe vetë ju e një të informum, kurbanet mlidhen edhe për nxënësit e medreses tonë, që I kemi në medresen Mehmet Fatih në Tuz, andaj kush ka dëshiren, pra deri ditën e parafundit mund t'i dorëzojnë ato për kurban dhe duke lexuar edhe listet e tyne. Po kështu njoftoj se për gjithë ata që dojnë me dhuru, apo që I bajnë kurbanat e veta dhe një pjesë të kurbanit duhen ta dhurojnë, pra dikuj, edhe nuk dinë se kuj me adhuru, atë mund t'ja japin, pra fondacionit apo si më thonë shoqatës apo komisionit bereqet, I cili funksionon në kuadër të Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulçinit, pra ata mund t'i sjellin te marketi Solaris pranë qendrës tregtare të Cungu, ditën e parë të Bayramit, pra nga ora 8 e mëngjesit deri në 20 të mramjes. Gjithë ata munden mi dorëzu një pjesë kurbanit, ku nuk din ku mi dorëzu, atëherë listat janë që I ka bereqeti, dhe në këtë mënyrë domethënë mund të bëhet shpërndarja për gjithë ata të cilët nuk dinë se ku t'i çojnë, pra atë pjesën të cilën duan ta dhurojnë. Pak ta njoftime morën kohë, besoj që nuk do të zgjatem shumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në hutbe e fundit pas thënë se gjaku juaj, pasunia juaj, nderi juaj janë të shenjta për ju ashtu siç është I shenjtë, apo siç janë të shenjta ky vendi juaj, dita në cilën ndodhemi dhe muaji në të cilin ndodhemi. Ndershëm besimtar, jemi në ditë të shenjta, në 10 ditët e shenjta të Dhulhixhes, ku tashme, siç edhe jeni të informuar dhe siç e dini, edhe haxhit tanë deri tani kanë mërrit mirë, kanë kryer pjesën e parë, presin që ditët në vijim t'i plotësojnë, edhe kushtet e tjera që janë për haxh. E gjithë bota mblidhet, pra sipas mundësive ata të cilët kanë këtë mundësi, e që është një thirrje që varion nga Hazreti Ibrahimi për në shtëpinë e shenjtë. Qabja
është e ndërlidhur ngushtë me Hazreti Ibrahimin, Ismailin, djalin e tij, dhe me Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Meka, apo në disa raste përmendet edhe si Beka. Është interesant se në Kur'ani Kerim, në surën Ali Imran, ajeti 96, Allahu xhaleshanu thot: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lilladhi bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Me të vërtetë se shtëpia e parë e Zotit e Allahu xhaleshanuhu është e vendosur në Beka. Beka, përmendet fjala Beka. Hudan lil-alamin, e cila është udhërrëfyes për gjithë botet, për gjithë njerëzimin. Është interesant se edhe në Dhjatën e Vjetër, në Ungjil, përmendet e njëjta fjalë, pra Beka. Në librin e Psallmëve, në versetin 84, që shkon 84, thuj për 4, thuj për 5 dhe thuj për 6, kur kalojnë luginën e Bekas, thot në Ungjil, e shëndrojnë atë në një vend burimesh dhe shiu i parë i mbulon me bekime. Pra kjo është urtësia Allahu xhaleshanuhu, me cilin ka dashur të argumentu Bekan, Meken, me të njëjtin emër, po edhe Kur'ani e përmend në dy emra, e përmend edhe si Beka, edhe si Meka. Duhet shohim se lingvistet apo to etimologët kur merren me shpjegimin e fjalëve, edhe në traditën tonë kemi nga njëherë përzierjen e fjalës me b. Për shembull, fjala Mehmet apo Muhammed, shkurtesa e tij është Met në traditën tonë. Po nga njëherë shndrohet në Bet. Pra Bet, Met rrjedh nga fjala Mehmet, për shembull, këtë rast. Pra është interesante që edhe Ungjilli, por edhe Kur'ani e përmendin në këtë rast me të njëjtën fjalë. Jo me kot është ndërlidhur kjo gjë. Jo me kot është lidhja që ban Hazreti Ibrahimi me Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida min al-bayt wa Ismail, dhe kur u çu Ibrahimi me birin e tij Ismailin për të ndërtuar shtëpinë e Zotit, Qaben, Rabbena taqabbal minna, dhe thanën, o Zot, na prano ne këtë, çaj na të bën. Innaka anta as-samiul alim, se me të vërtetë ti je që dëgjon dhe që din shumë. Pastaj vazhdon ajeti më poshtë në surën Bekare, ajeti 128, Rabbena waj'alna muslimain laka. O Zot, na ban neve dyve të nështruar ndaj teje, thot Ibrahimi edhe Ismaili, ndaj Allahu xhaleshanuhu. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dhe ato që do të vinë pas nesh, bani që të jenë të devotshëm ndaj teje. Wa arina manasikana, dhe na mëso rregullat, adhurimet, ritualet tona. Wa tub alejna, dhe na fal neve. Innaka anta at-tawwabur rahim, se me të vërtet ti je falës dhe mëshirues i madh. Ajeti që vjen me pas është Chelsea. Rabbena wab'ath fihim rasulan minhum. O Zot, lutja Ibrahimit kur e ndërton Qaben, dërgon mesin e tyne një të dërguar, yetlu alejhim ayatik, që të ty lexoj atyne ajetet tuja, shpalljen tënde. Wa yuallimuhumul kitaba, e do t'ju mësoj atyne librin, Kur'anin, wal hikma, dhe urtësinë, praktikën, sunetin. Wa yuzakkihim, edhe do t'i pastroj ata. Innaka antal azizul hakim, me të vërtet ai është nga dhënjuesi e i dishmi. Hazreti Ibrahimi tu ban një lutje që në vetvete përmban një thesar të madh që ne i themi Muhammed me mesazhin e tij dhe Islam. Është lutja që Hazreti Ibrahimi ban që me dërgun mesin, pasi që të ndërton Qaben, me dërgun mesin e tyne një dërgum. Duhet dini se
Soji i Ibrahimit është në dy rrugë. Soji nga Ishaku dhe soji nga Ismaili. Soji nga Ishaku është me Saren, bashkëshorten tjetër, ndërsa soji nga Ismaili, pra, është me bashkëshorten tjetër Haxherin. Allahu xhaleshanu sikur po don me thënë to që edhe kur e dërgon Haxherin dhe Ismailin dhe i lënë në shkretin dhe kur e pyesin ata dhe i thojnë se atë ka urdhënu Zoti që të na lësh këtu. Dhe Ibrahimi i thot po, një gjë të tillë dhe largohet. Sikur po don me thënë Allahu xhaleshanu që këtë trashëgimi të Ibrahimit alayhis salatu vesselam që ndërlidhet nga soji i Ismailit e ka lënë enkas për Muhammedin alayhis salatu vesselam. Ndërsa sojin tjetër që lidhet me Saren, Ishakun dhe që dalin profetë të tjerë, pejgamberët të tjerë nga Beni Israilet e të tjerë, janë në rrugë tjetër. Domethënë, në rrugën që shumica atyne janë në Koc dhe verëndet për rreth. Pra edhe është lutja që Hazreti Ibrahimi e ban e që ndërlidhet me Muhammedin alayhis salatu vesselam, sepse nuk ka pejgamber tjetër i cili vjen nga Hazreti Ismaili e deri te Muhammedi alayhis salatu vesselam në Mekë. Pra është një e veçantë dhe një ndarje të cilën e ban Allahu xhaleshanuhu enkas për të gjithë muslimanët, për ne, për ummetin e fundit. Thot pejgamberi alayhis salatu vesselam në një hadith: "Ana da'watu Abi Ibrahim." Unë jam rezultat i lutjes, i thirrjes së Hazreti Ibrahimit. Wa bushra Isa, dhe jam mesazhi që nep Hazreti Isaja për ardhjen time. Pra nga ky ajet ne kuptojmë që misioni pejgamberik ka 3 pika kryesore: leximi i shpalljes, pastrimi shpirtëror dhe edukimi me dije dhe urtësi. Po andodh një gjë e tillë, pra tu kena rastin kur pejgamberi alayhis salam ban dua, lutje, që në mesin e atyne që do të vinë me pas të dërgojë një të dërguar. Dhe Allahu xhaleshanuhu në surën Ali Imran, ajeti 164, e pohon një gjë të tillë me ardhen e Muhammedit alayhis salatu vesselam. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin. Është vërtetu se Allahu xhaleshanuhu e ka urdhnu apo ka pronë në mesin e besimtarëve, idh ba'atha fihim rasulan, kur nga mesi i tyre dërgoi një dërguar. Min anfusihim, pra nga mesi i tyre. Yetlu alehim ayatik, ai i cili ju lexon ajetet e tija, wa yuzakkihim, e i pastron aton nga shirku dhe nga gjërat e tjera të cilët ishin vendosur në Qabe pas kohës së Ismailit. Ve yu'allihumul kitabe, dhe ju mësoj librin, wal hikme, dhe urtësin apo sunnetin, wa in kanu min qablu fi dalalin mubin, dhe pse ma përpara ata ishin të humbur. Pra Allahu xhaleshanuhu e argumenton atë çka Hazreti Ibrahimi ka bën dua me ardhen e Muhammedit alayhi salatu vesselam. Çka kuptojmë nga gjithë kjo dhe duhet përfundoj se realizimi i lutjes të ndërruar besimtar ndërlidhet me atë që Hazreti Ibrahimi ka bën lutje për pasardhësin e tij Muhammedin, e që ka kalu shekuj e shekuj dhe që është realizuar. Çka kuptojmë me këtë edhe ne, që edhe lutjet tona që ne i bëjmë, apo lutjet e të parëve tonë që i kanë bërë për ne, është rezultat i asaj që na sot jena. Dikush ka bën dhe lutje për ne që ka qenë ma përpara, hoxhallarët e përparshëm, njerëzit e besimtarët e përparshëm. Gjithë kanë bën dua, dhe edhe ne bëjmë vazhdimisht dua. Në namaz, si e bëjmë dua? Rabbena gfirli, o Zot më fal mua, walil mu'minina, dhe gjithë besimtarë, walil mu'minina yawma yaqumul hisab, në ditën e llogarisë. Pra gjithë, domethënë na bëjmë dua për gjithë besimtarët kudo dhe kur do që vinë. Për të argumentuar dhe këte që duaja
e cila bëhet edhe për brezët e mëparshëm. Kemi edhe rastin e Yunusit alayhi salatu vesselam, kur e kishte hangër ai peshku, dhe Allahu xhaleshanu bani që ta shpëtoi atë. Thot Allahu xhaleshanu law kana min al-musabbihina, sikur ai të mos ishte prej atyre që ja falenderojnë Zotin, që i bajnë dua Zotit, që ja mallnojnë Allahun xhaleshanu, la labitha fi batnihi ila yawm al-qiyamah, ila yawm yub'athun. Do të qëndroj kush? Yunusi në barkun e peshkut deri kur? Deri në ditën e gjykimit. Pra ishte lutja e vazhdueshme që e shoqëronte atë. Prandaj ne kemi edhe lutje që Ibrahimi alayhis salatu vesselam ka bë, dhe që ne duhet jemi edhe ata që jo vetëm me bë lutje dhe dua për veti, por me bë dua edhe për ata që kanë më ardhmë më pas. E me erujt besimin, e me erujt imanin, e me erujt vendin, e me erujt vatanin, e kështu, e me pas shëndetin, e me pas mirat, e me pas ndërtimin, e këte e ate. Prandaj, edhe na jena produkt i lutjes së atyne ma përpashme, si shtot të në këtë rast, Hazreti Muhammed a.s. se a ishtë produkt i lutjes se Hazreti Ibrahimit. Profeti realizoi të gjitha elementet e lutjes, lexoi Kur'anin, mësoi dijen, urtësinë, edukoi sahabët dhe i pastroi ata nga idhujtaria. Ky është një shembull i madh se lutja e profetëve është pranuar dhe se premtimi i Allahut është i sigurt. Mesazhi i përbashkët është ky, se lutja është gjithmonë e gjallë me Allahun xhaleshanuhu, është lidhje e cila bëhet dhe që mund bëhet edhe për brezat e mëparshëm, është dija, urtësia, e cila feja në vetvete nuk përmban vetëm adhurimin, por përmban edhe gjërat e tjera si edukimin, moralin, drejtësinë e kështu me radhë. Pastrimin shpirtëror është ai i cili e pastron njeriu, e pastron besimin nga idhujtaria, nga shirqet të ndryshme, nga gjërat e tjera të cilat e dëmtojnë besimin. Dhe mesazhi për brezat, ashtu si lutja e Ibrahimit që u realizu pas shekujve, edhe lutjet tona për drejtësi, paqe dhe udhëzim kanë vlerë dhe ndikim për brezat që do të vinë inshallah më pas. Prandaj edhe ne të mundohemi të përpiqemi që në këto ditë të bekume, në këto ditë të shenjta të Dhulhijhes, të përpiqemi me ibadete, me agjërim, sidomos në ditën e Arafatit, me kurban, me gjitha këto që ne mund të realizojmë gjatë nga këto, sepse haxhit atje i kryjnë obligimet e tyre që kanë, edhe në këtë mënyrë ne të jemi prej atyre të devotshëm dhe të jemi prej atyre që i ka bën lutje Ibrahimi alayhi salatu vesselam, të jena prej atij metit që ne i nënshtrohemi Allahu xhaleshanuhu me lutje dhe me madhnim. Allahu xhaleshanuhu na baft prej atyre që ibadetet tona na i pranoj, adhurimet tona na i pranojnë në dergjahun e tij. Gjitha sakrificat, gjitha veprat tona të hajrit të mira, Allahu xhaleshanuhu na shkruaj për sevap, po një herët edhe të reflektojnë në jetën tonë përditshme, të manifestohen ato në jetën tonë në mënyrën më të mirë, siç është dhe siç i ka hije një besimtari. Amin. Ela ina hasan al-kalam wa abliga an-nizam, kalamullah al-malik al-aziz al-alam, kama qala Allahu tabarak wa ta'ala fi al-kalam, wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.